SPAK ka nisur hetim ndaj Artur Shehut për grabitin me dokumenta të falsifikuara të 240 hektar tokash në bregdetin e Zvërnecit, Nartës e Pirshporës, të cilat i ka tjetërsuar me shitje për ndërtime resortesh dhe komplekse pallatesh e vilash. Nëse SPAK nuk e kufizon hetimin vetëm të Artur Shehu, por në të gjitha dosjet e tokave të grabitura në bregdetin Vlorë Ksamil, do të zbulojë se të njëjtat falsifikime si Artur Shehu i ka bërë edhe Rahman Selmanllari, miku dhe maska e Shkëlzen Berishës, në grabitjen e tokave në bregdet, trafik droge dhe pastrim parash në ndërtim. Prej 17 vitesh në arkivat e prokurorive dhe gjykatave Sarandë dhe Vlorë është një dosje me objekt grabitje në 137 hektar tokash në Ksamil Sarandë, të kryera nga Rahman Selmanllari me dokumente zyrtare të falsifikuara. Për ligjërimin e grabitjes së këtyre tokave, Rahman Selmanllari bashkëpunoi me Petrit Aliajn, ish gjyqtar në Sarandë gjatë viteve 1995-2020, kur u shkarkua nga vetingu për korrupsion, lidhje me krimin, pastrim parash dhe 93 dosje gjyqësore në favor të grabitësve të tokave me dokumenta false. Mes tyre vendimet për tokat që ka grabitur Rahman Selmanllari, de facto Shkëlzen Berisha. Në mars 2004, ish Këshilli i Lartë i Drejtësisë shkarkoi gjyqtarin Petrit Aliaj dhe ai punoi si këshilltar juridik i bizneseve të trafikantit Klement Balili, i dënuar me 10 vite burg, por në qershor 2006, një vit pasi babai i Zenit erdhi në pushtet, gjyqtari Petrit Aliaj u rikthye në gjykatën e Sarandës me marrëveshjen që Rahman Selmanllarit t'i ligjëronte grabitjen e 137 hektar tokash në Ksamil, me 4 vendime gjyqësore në vitet 2006-2009. Gjatë pushtetit të familjes Berisha, gjyqtari i Sarandës Petrit Aliaj mbajti fjalën dhe i ligjëroi Rahman Selmanllarit, de facto Shkëlzen Berishës, grabitjen e 137 hektar tokash në Ksamil. Rahman Selmanllari i falsifikoi dokumentet e tokave që grabiti në bashkëpunim me Shkëlqim Beshirin, të njohur si maska e Shkëlzen Berishës në lejet e kullave që jep Edi Rama dhe lavatriçe e pastrimit parave në ndërtim, ndërsa gjyqtari Petrit Aliaj i dha tokat e grabitura në Ksamil nëpërmjet këtyre dokumenteve të falsifikuara, zvarritjes së seancave gjyqësore, pranimit të dëshmitarëve të rrem, zhdukjes së provave pronësore reale, mos pranimit të ankesave të ish pronarëve dhe pranimit të hartave të akt ekspertimeve false. SPAK e ka shumë të lehtë të vërtetoj grabitjen e tokave nga Rahman Selmanllari në Ksamil, madje edhe në Sarandë, Lukov, Borsh, Himar e Vlorë, duke ballafaquar dosjet në Komisionin Qendror të Kthim Kompensimit të Pronave, në Arkivin e Shtetit, në Prefekturën e Vlorës dhe ish komunën Ksamil e kadastrat Sarandë Vlorë. SPAK mund të hetojë dhe dosjen e pronësisë së 18.300 m2 tokë në zonën kadastrale numër 1481 në Skalikare Dhërmi, në të cilën Rahman Selmanllari më 19 maj 2026 ka nisur aktivitetin me kompleksin turistik RM Group në ortakëri me Ismet Shehun, pronarin e restorantit Ceren, në ish repartin ushtarak të Dajtit, të dhuruar nga Edi Rama. Në vijim do të publikojmë prova për më shumë bëma të tjera që ka bërë dhe vazhdon të bëjë Rahmani i Berishëve dhe i puseve të naftës, trafikut të kokainës e të tjerë. Një operacion i gjerë hetimor nga SPAK ka vënë në lëvizje strukturat e Agjencisë së Shërbimit Kadastral, duke përfshirë në hetime drejtoreshën e përgjithshme të ASHK-s Lorena Goxhobelli, si edhe disa punonjës të besuar të saj në drejtori. Hetimet kanë zbuluar skema korruptive të strukturuara, ku zyrtarë të niveleve drejtuese dhe specialistë të kadastrës dyshohet se kanë bashkëpunuar me grupe kriminale për të mundësuar mbi vendosje pronash dhe legalizime në kundërshtim me ligjin. Në të njëjtën ditë SPAK ka vendosur urdhër sekuestro për disa toka në Livadh dhe Himarës, ndërsa në vijim priten aksione dhe sekuestrime të tjera, veçanërisht në atë që cilësohet si gangrena e korrupsionit kadastral në Tiranën në Rurale 1, ku në krye dyshohet të jetë Martin Kala, së bashku me sekserin e tij Ardian Tufa, xhambazin e tjetërsimit të pronave në Fark, një denoncim i mbërritur në pamfleti pak muaj më parë, hedh dritë mbi transferimet dhe grabitjet e pronave që janë bërë qytetarëve nga Nari Lundër, duke i kaluar në emër të familjarëve në bashkëpunim me shefin e kadastrës Martin Kala. Denoncim ky që pretendohet se është dërguar edhe në SPAK. Raportet hetimore listojnë qytetet ku korrupsioni në kadastër është më i lartë. Durrësi, veçanërisht zona e Gjirit të Lalzit dhe Tirana janë identifikuar si pikat më problematike. Në Durrës po hetohet e gjithë hallka drejtuese së bashku me sekserin Ervin Krymbi, lidhur me legalizimet dhe tjetërsimet e pronave. Në kadastrën e Elbasanit hetimet kanë nisur për tjetërsimet e pronave dhe rreshfetet në procesin e legalizimeve, si edhe për përdorimin e kadastrës në interes të grupeve kriminale të goditura më parë nga SPAK. Grupet kriminale nuk mjaftohen më me korruptimin e një punonjësi të thjeshtë, por raporti flet për një ndërhyrje strukturore. Grupet e strukturuara kanë arritur të vendosin njerëzit e tyre në pozicione kyçe të ASHK-s për të lehtësuar
pastrimin e parave përmes pronave dhe ndërtimit. Vetëm për vitin 2025, Spaka sekuestruar pasuri të paluajtshme me vlerë mbi 11 milion euro, të cilat ishin regjistruar përmes dokumenteve të falsifikuara me bashkëpunimin e zyrtarëve të ASHK-s. Drejtoresha në Shënjestër. Sipas burimeve, Lorena Goxhobelli është nështruar një kontrolli nga drejtësia ditët e fundit dhe shumë shpejt pritet të merret në akuzë. Pavarësisht se drejtoresha ka kërkuar të largohet për të shpëtuar pasojave të amullisë së krijuar, institucioni që ajo drejton po kalon ditët më të vështira që nga krijimi i tij. Përtej propagandës së digitalizimit, shifrat flasin për vdekje klinike të procesit të legalizimeve. Mbi 36.000 dosje kanë mbetur pezull, pra 36.000 familje shqiptare kanë mbetur peng një sistemi në kolaps. Për më tepër, Spaka ka vendosur nën sekuestro preventive mijëra metra katror që ishin bërë gati për legalizim në mënyrë të palishme, kryesisht në Bregdet. Mbetet e paqartë se pse kryeministri ka refuzuar dorëheqjet e Goxhobellit, duke bërë që ASHK të shndërrohet në një minë me sahat që rrezikon të shpërthejë nga momenti në moment, duke marrë me vete edhe ato pak reforma që u tentuan të kryeshin. Për herë të parë, Byroja Kombëtare e Hetimit zbriti në terren me njësinë e saj të armatosur, por spektakli i Durrësit me kapjen e një peshku të vogël nuk ja ka zënë sy askujt. Mbreti i vërtet i pazareve të shtetit vazhdon të qarkullojë i lirë, i mbrojtur drejt për drejt nga kreu i qeverisë. Mbrëmjen e një korrikut, agentët e trajnuar dhe të armatosur të BKH-s zhvilluan operacionin e tyre të parë në Durrës. Në pranga përfundoi Adi Çoba, një personazh i njohur për sivinë e tij kriminale, i cili u kap pa bërë rezistencë në një banesë në zonën e plazhit. Celulari i sekuestruar përfundoi në laborator, ndërsa në filtur po kalojnë veprimet e zyrtarëve të policisë për të parë nëse kanë harruar qëllimisht të arrestojnë të kërkuarit kryesor. Lista përfshin 24 shtetas të dyshuar të lokalizuar në Tiranë, Durrës, Vlorë, Fier dhe Elbasan. Të kërkuarit vazhdojnë të rrinë të qetë në vila dhe resorte luksoze në zonat bregdetare, sikur asgjë nuk po ndodh. Kreu i Spakut, Zoti Braho, ishte shfaqur një ditë më parë në kuvend me premtime të mëdha, duke paralajmëruar se BKH do të kryejë vetë arrestime dhe ekzekutime të masave të sigurisë. Në të gjitha aksionet e qershorit dhe korrikut, një emër mungon me qëllim: Ergys Agasi. Agasi figuron i lidhur në trafik droge, pastrim parash dhe shkëmbime informacioni. Por në dosjen Aruba, emri i tij lihet jashtë me qëllim, duke ngritur dyshime të forta se dikush nga lart po e mbron nga hetimet. Informacionet nga shërbimet partnere tregojnë se në gjithë këto muaj, Ergys Agasi nuk është larguar nga Shqipëria. Xhambazi i pazareve të AKSH-s ka qëndruar i fshehur brenda vendit, i shoqëruar me eskorta policore dhe i mbrojtur drejt për drejt nga kryeministri Edi Rama. Një mbrojtje e tillë nuk i ofrohet asnjë të kërkuarit tjetër në Shqipëri. Agasi ka dieni paraprake për çdo lëvizje të hetuesve, sepse ka një ushtare besnike brenda policisë së shtetit që e mban të informuar për gjithçka. Ervina Gjana, ushtarja me 4 dosje penale në krye të antikrimit kibernetik, policia e shtetit kërkon zyrtarisht Ergys Agasin, por njeriu i tij më besnik vazhdon të drejtojë antikrimin kibernetik. Ervina Gjana mban postin e drejtores së përgjithshme, pavarësisht se rrethohet nga 4 dosje penale, një ushtare e grupit të Agasit. Përmes saj, Agasi informohet për çdo aksion, dekonspiron operacionet hetimore dhe vijon të kontrollojë nga hija të gjithë aparatin e policisë. Ndërsa BKH zbret për herë të parë në terren, pyetja mbetet në ajër: a do ta prek ndonjëherë ky operacion mbretin e vërtet, apo gjithë kjo është vetëm një spektakël për masën? Benjamini Edi Ramës vazhdon të flejë i qertë nën hijen e mbrojtjes së lartë shtetërore, ndërsa një pyetje nuk po i japim dot përgjigje zyrtarisht: kush e mbron Ergys Agasin? Kryeministri Edi Rama ka mbajtur në krye të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit të njëjtën grua për 13 vjetresht, në një periudhë ku ministrat ndërrohen si doreza. Adelina Greca drejton AKPT-n që prej dhjetorit 2013 e mbrojtur nga Rama si një teknikja e pafajshme, ndërsa nën hundët e saj, shqiptarët humbën mijëra hektar brengdet dhe male në zona të mbrojtura. Por tani, kur qytetarët kanë dalë në rrugë me kërkesat që tronditin themelet, Greca dhe institucioni i saj dalin në pah si autorët e padukshëm të çdo harte të ndryshuar dhe çdo sipërfaqe e të grabitur nga natyra. Pasi protestuesit kërkuan anulimin e statusit për investitorët strategjik, anulimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura dhe anulimin e paketës së maleve, kryeministri Edi Rama nuk ka dhënë asnjë përgjigje, por pas skenave qëndron gruaja e heshtjes, Adelina Greca, e cila për 13 vjet ka firmosur teknikisht çdo masakër territoriale që protestuesit po kërkojnë të rrëzojnë.
Dihet që AKPT nuk voton dhe nuk firmos vendimet finale, por Adelina Greca, duke qenë e preferuara e Edi Ramës, ka qenë arkitektja kryesore që përgatiti çdo hartë, çdo koordinat dhe çdo llogaritje sipërfaqeje mbi të cilën Këshilli i Ministrave votoi. Ashtu si Adelina Greca vepronte si topografe e pazareve të Ramës, kur hartunte kufit e rinj të Pish Poronartës, duke nxjerr jashtë mbrojtjes mbi 10.665 hektar natyrë të mbrojtur, një sipërfaqe e barazvlefshme me 15.000 fusha futbolli. Në fakt, Adelina Greca e ka nisur zanatin e manipulimit të hartave në dhjetor 2013, kur Edi Rama e vendosi në krye të AKPT-s pikërisht në momentin kur po përgatitej plaçkitja e parë e madhe e Bregdetit shqiptar. Për meritat si eksperte e ndarjes së territorit në zona që lejojnë ndërtim, Babloku e ka mbajtur në atë post pa asnjë ndërprerje. Aq që domosdoshme ishte Adelina Greca në rishikimin e kufive, sipas planeve që bënte Edi Rama, sa në qeveri e quanin ustalesha e koordinatave të ndryshuara. Prandaj, pas çdo shkelje e të raportuar nga aktivistët mjedisor, ajo vijonte të mbetej në krye të njëjtit institucion, duke transferuar përgjegjësinë tek ministrat që ndëroheshin si çorape. Me disa masakra territoriale në dosjen e saj, 2 raste të dokumentuara. Më 26 tetor 2022, Këshilli i Ministrave miratoi VKM numër 694, që hoqi statusin e mbrojtur nga 5.551.7 hektar tokë të ekosistemit Pish Poronart dhe njëkohësisht ngushtoi kufit e zonës mbetur nga 21.230.0 hektar në 16.161.61 hektar. Gjithsej, mbi 10.665 hektar natyrë mbrojtur u hodhën jashtë çdo mbrojtjeje, një sipërfaqe e barazvlefshme me 15.000 fusha futbolli. Brenda territorit të mbetur pas VKM 694, vetvendimi e ndau zonën në 3 nënzona. Zona qendrore me mbrojtje strikte mori vetëm 6.904.02 hektar, ndërsa zona e dytë, e etiketuar përdorim tradicional dhe zhvillim i qëndrueshëm, mori 8.780.49 hektar, ku ligji lejon shprehisht ndërtim infrastrukture. Do me thënë, më shumë se gjysma e territorit që në letër quhet i mbrojtur, në fakt lejon ndërtime. Për këto 2 raste, nuk dihet nëse prokuroria apo SPAK ka nisur ndonjë hetim, apo nëse këto shifra do të kalojnë në harres si çdo masakër mjedisore në Shqipëri. Në vitet 2013-2026, pavarësisht se në drejtimin e saj u hoqën nga mbrojtja mijëra hektar tokë, Adelina Greca ka mbetur në krye të AKPT-s, duke ndëruar ministra si çorape dhe duke i shërbyer vetëm një njeriu, Edi Ramës. Ndërsa tani, protestuesit kërkojnë anulimin e statusit për investitorët strategjik, anulimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura dhe anulimin e paketës së maleve. Por kush i hartoi teknikisht këto ndryshime? Kush llogariti sipërfaqet që dolën jashtë mbrojtjes? Kush e strukturoi ligjin në mënyrë që zonat e mbrojtura të lejonin ndërtim? Përgjigjja është e thjeshtë. Adelina Greca dhe AKPT-ja e saj, të cilët për 13 vjet kanë qenë arkitektet e padukshëm të çdo masakre territoriale, që sot kanë nxjerrë mijëra shqiptar në rrugë. Pasi vajza dhe dhëndri Fatmir Xhafajt me vendim të kryeministrit Edi Rama morën falas dhe hipotekuan në emrin e tyre 5 hektar tokë shtetërore në Bregdetin e Topoj Semanit në Fier për ndërtim parku fotovoltaik, qeveria nëpërmjet strukturave të saj po vazhdon procedurat e përshpejtuara në favor të biznesit të tyre. Me miratim të Ministrisë së Energjisë dhe Infrastrukturës, Bordi i Endit Rregullator të Energjisë me vendim numër 91 datë 2 prill 2026, të mbajtur 3 muaj të fshehur dhe të publikuar më 30 qershor, ka vendosur licencimin e kompanisë Dion Energy për prodhimin e energjisë nga centrali fotovoltaik në Bregdetin e Semanit. Kompania Dion Energy është 50% në pronësi të Amantja Xhafajt dhe Dithion Baboçit, vajza dhe dhëndri Fatmir Xhafajt, ndërsa 50% është në pronësi të Artan Sakos, vëllai i drejtorit të Gardës, Gramos Sako, aktualisht kryebashkiak i Tepelenës. Në vendimin e Endit Rregullator të Energjisë thuhet se kompania Dion Energy më 6 prill 2023 lidhi me Ministrinë e Energjisë dhe Infrastrukturës kontratën për ndërtimin dhe shfrytëzimin e centralit fotovoltaik me kapacitet prodhues 2 MW në Bregdetin e Topoj Semanit. Nga operatori i sistemit të shpërndarjes, kompania e vajzës dhe dhëndrit të Fatmir Xhafajt ka marrë miratimin për lidhjen e centralit të tyre fotovoltaik me rrjetin e shpërndarjes së energjisë që do të prodhojë, sipas kontratës numër 6359 fraksion 2 datë 28/6/2022, pra një vit para lejes së ndërtimit. Është pajisur me leje mjedisore më 13 nëntor 2024 nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit që i miraton ndërtimin e parkut të energjisë fotovoltaike në Bregdetin e Topoj Semanit
me mashtrimin sikur nuk dëmton mjedisin. Pas këtyre vendimeve, me lejen e Ministrisë së Energjisë dhe Infrastrukturës, formalisht edhe Bordi i Endit Rregullator të Energjisë i ka dhënë licencën për prodhim dhe shitje energjie për 30 vjet. Sipas vendimit, kompania e vajzës dhe dhëndrit Fatmir Xhafajt dhe vëllait të ish-drejtorit Gardës Gramoz Sako, ndërtuesi i pallatit të Linda Ramës, kanë filluar prodhimin e energjisë më 15 maj të këtij viti nga parku i tyre fotovoltaik, i ndërtuar në tokë shtetërore bregdetare që u ka dhuruar kryeministri Edi Rama. Kërkesën e kishin bërë me shkresën numër 667, datë 17 shkurt 2026. Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës ja miratoi pas 2 ditësh më 19 shkurt, ndërsa enti rregullatori i energjisë e trajtoi më 2 mars dhe i dha licencën më 2 prill të këtij viti. Megjithse projekti i parkut fotovoltaik është 35.245 m2 tokë, qeveria dhe Bashkia e Fierit u ka dhuruar 50.000 m2 tokë shteti ose 14.755 m2 tokë më tepër për të ndërtuar edhe kompleks me vila e pallate në Bregdetin e Semanit.